Familja e ish polisit Arnor Spaju, cili pëmbat padrejtisht në Serbi, ka bërë thirrje për protest paqësore. Ajo me moton liri për Arnorin drejtësi tani do të bëhet të martën më 30 shtator në sheshin Skënderbeu me fillim nga ora 12. Familja Spaju ka kërkuar mbështetjen e të gjithëve për kërkimin e lirimit të menjëhershëm të Arnorit. Ish pjesëtari i njësisë speciale operative të Kosovës ishte ndaluar nga autoritetet serbe në pikën kufitare në Rrogosht e më pas u dërguar në qendrën e ndalimit në Kanjiz. Këtë për Klan Kosova.tv kishte konfirmuar Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Zyrtarja për komunikim Qendreza Pazliu kishte bërë të ditur se ish polici Spaju po udhëtonte me autobus së bashku me familjen nga Austria drejt Kosovës në kohën kur edhe u ndalua nga autoritetet serbe. Dy shtetas, bab e bir, janë ndaluar të premte